Të jetosh me mirëqenie do të thotë të zgjedhësh veten çdo ditë. Të thuash po pushimit, po ushqimit të shëndetshëm, po mendimeve pozitive dhe jo çdo gjëje që të rënon energjinë. Nuk është egoizëm, është dashuri për veten, sepse vetëm kur je mirë me veten, mund të japësh dashuri, forcë dhe dritë të vërtetë edhe për të tjerët.